Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje shikues të dashur dhe mirë se po takohemi edhe këtë diel me emisionin Pasion e Profesion. Në studion ton edhe këtë herë kemi sjell atmosferën e veçantë të sofrës së Gjakovës. Me mysafirët tanë nga Gjakova do të ndajmë histori, përvoja dhe momente shumë të bukura këtu në studio. Ndërkohë, kuzhinierët tanë do të përgatisin gatime të shijshme për mysafirët. E këtu me shumë kënaqësi po i prezantoj Luan Imanin. Mirë se ke ardhur. Luan, është shumë kënaqësi e madhe të kemi këtu në studio. Do bisedojmë gjëra gjatë, kemi çka me bisedu. Por nuk është vetëm Luani. Këtu bashkë me mua do të jetë edhe Safet Mulliçi. Safet, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, aq më kon prezant. Është shumë kënaqësi e madhe që të kemi këtu. Faleminderit. Dhe kënaqësi e madhe sepse Safeti dhe Luani do përgatisin ushqim për disa zonja të bukura nga Gjakova. Nuk po ju prezantoj një herë se kush do jetë këtu me ne në studio, por po i pyes Safetin dhe Luani se çfarë pjata kanë me përgatitur sot. Sot ku vendos me përgatit një bombicë shtëpie, e mbushur me patate dhe sallatë për dekor. Okej, mezi po pres me pa përfundimin. Me çka fillon? Fillon bombica me mish, tull, e mbushur me kashkavall, sosin e shtëpisë që e përdorim në restorantin ton, sallatë dhe këto. E do bisedojmë edhe për restorantin. Po e shoh që i pas ke marrë, kështu i pas ke përvetësu edhe produktet e Podravkës. Këto i përdorim edhe në restorant, produktet e Podravkës, edhe këto na nevojitën, kjo hudra që pa hudër nuk besoj që ka kuzhinë për një sos shumë sheshëm. Por gjithashtu po besoj që edhe vegetën e përdorni apo jo? Edhe vegetën, po hudra është domethënë që ja jep lezetën e sosit. E unë si gjithmonë dua ta falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e këtij emisioni, e që na sjellin kaq ushqime të mira këtu në studio. Luan, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhë. Çka kemi na përgatitur sot? Po, për zojat për Gjakovës, me qenë se s'pas kanë probleme me dieta, thasht ju bëj një supë me domate, si starter, mandej gjellë kryesore dhe t'ju bëj filet të vici në sos limoni me perime anash, edhe ambëlsin do t'keni tiramisu italiane. Pak Itali. Pak Itali. Luan, ki shumë profesione, ki pas shumë profesione. E vërtet. Tash se di ku je përcaktu ma shumë, po unë po të prezantoj si pronar restorantesh, fillimisht edhe me na tregu ti pak a shumë se çfarë profesione ke pas gjatë krejt jetës, sepse e dim që do t'i mshoj kështu shkurt. Rrugtimin e kam fillu me gjykat për kundërvajtje. Mirë po jam një ndër të parë që jam largu prej gjykatës për shkaqe politike 85-ën. Kam shku në Angli, atje kam perfekcionu ushqimet, restoranet, gastronomin. Jam kthyer pas luftës, kam shërby në ambasadën amerikane si specialist i diplomacisë publike për 8 vite. Mandej kam punu si drejtori i spitalit Zemrës, ish spitalit në Gjakovë që i keni pas ju, zojat. Mandej kam punu për disa organizata ndërkombëtare si analist, edhe tash jam t'ju knaq jetës të e shiu. E sa mirë me të pas tash në këtë sofrën gjakovare, në emisionin Pasion e Profesion. Shpresoj do t'ju dhe mbarki këtë në zojave për Gjakovës dhe burat s'do të më akuzojnë. Unë kam dëgju se ushqimin e përgatit perfekt, por për tiramisu kam dëgju ende fjalë më të mira. Kështu që unë po m'duket mezi po e pres tiramisu me provu. Me knatësi, me knatësi. Po i lë të vazhdoni punën. Do ta bëjmë me recepte italiane, tamam ç'është duhet. E shikues dashur, dua t'ju tregoj diçka për Premium Bakery. Po i shihni këto produkte fantastike këtu,
Premium Bakery na ka sjell të gjitha këto bukë të shishme, por gjithashtu përveç bukëve kemi edhe ëmbëlsira të ndryshme të cilat mund t'i gjeni në të gjitha pikat e Premium Bakery. Ndërsa unë po e marr këto bukë nuk janë 8 minuta të furagjisë. Janë vërtet 8 minuta të cilat mundeni me I pjek vetë në shtëpi. E unë kom ja dërgu tash Safetit sepse në fillim të emisionin mi ka kërku këto bukë edhe duna mi ja dërgu me njëherë që me I pjek për 8 minuta. E përderi sa Safeti dhe Luani po bëhen gati që të fillojnë recetat e tyre, po shkëputemi për blokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio. Shikues të dashur, po shpresoj që jeni duke kalu bukur në ambientet e Pasion e Profesion, por gjithashtu duke I ndjekur këto receta kaq mira, po besoj që do qëndroni deri në fund të këtij emisioni që të ndiqni edhe bisedën këtu në studio. E tashmë do ndiqni një material shumë interesant. Tash ju çojmë tek një ambient tepër interesant, do të ndiqni një histori nga agroturizmi Kasollët e Zanave, një vend ku ndërthuren bukuria e natyrës, mikpritja dhe përkushtimi për të ruajtur traditën. Do të zbulojmë historinë pas këtij destinacioni dhe pasionin që qëndron pas krijimit të tij. Të dashur shikues të Pasion e Profesion, jemi në një destinacion shumë të veçantë e shumë të bukur. Jemi larg të llovisë së qytetit, jemi tek Kasollët e Zanave. Është pra ky vend fantastik ku mund të gjeni aktivitete të ndryshme për fëmijët e juaj, për juve, por gjithashtu edhe mund të gjeni qetësinë në këtë vend, sepse mund të vini dhe të shfrytëzoni këto villa që janë brapa meje, të pushoni dhe të kaloni sa më bukur këto. Është një vend që për një me të bën me arru se ku e ki telefonin, unë për momentin prej që kom marrë këto nuk e di as ku ndodhet telefoni im, sepse jam duke I shiu shumë. Për më shumë detaje për Kasollët e Zanave do na jap edhe Agron Rexhepi, I cili është bashkë themeluesi I këtij vendi kaq të mrekullueshëm, se çka përmban këtu, çka mund të gjeni, çfarë aktivitete të ndryshme për fëmijët e juaj dhe për ju mund të gjeni këtu, atëherë ai do na jap detaje të ndryshme I cili po na pret aty, por gjithashtu unë jam duke mendu që që shko me u këthy në qytet. Nuk e di që shko me u këthy në qytet unë prej këtij ambienti kaq të bukur, sepse me të vërtetë është qetësi absolute dhe ka, siç e ceka edhe më herët, aktivitete të shumta të cilat të bojnë që mos me mendu rikthimin në qytet as pak. Agroni po na pret që me na tregu më shumë dhe me na vizitu këtë vend kaq të bukur. Agroni pra bashkë themeluesi I Kasollëve të Zanave. Agron, faleminderit shumë që na prite. Përshëndetje, mirë se erdhët. Është kënaqësi e madhe me qenë këtu edhe me I pa më nga afër të gjitha aktivitetet, por ndoshta edhe ushqimin, restorantin, produktet që I keni në këtë vend të mrekullueshëm. Gjithsesi. Përgëzime, Faleminderit. sepse është vërtet një vend që thash edhe më herët para shikuesve që nuk e di që shko mu këthy në qytet. Nuk po du me u këthy mona atë të lovi. Jo. Edhe unë presi kena fillu projektin, shumicën e kohës e kaloj këtu, jo më boni fare lloj vendasi I prapashticës për momentin. Kemi me vizitu të gjitha vendet realisht me Agronin, para se të filloj me na tregu se si ka ardhur deri te ideja e themelimit këtij vendi, do shta me na tregu pak këtu këtë hartë. Po. Tash, fshati Kasollët e Zanave si projekt është fillu në vitin 2020, gjatë pandemisë, pas pandemisë, dhe ka fillu pikërisht këtu, ku është Kasollja e ëndrave. Pse kemi qytë Kasollja e ëndrave, është se aty edhe gjithë ëndra e Kasollëve të Zanave filloi, do të thotë. Njëri pi bashkëthemeluesve tonë Betimi e ka pasi shtëpi pushimi,
cilën na krejt si shoqëni e kemi shfrytzu, edhe shumë ka zgju kureshtje, shumë njerëz na kanë pyet ku është, a ka restoran, a ka aktiviteta mujna me ardh. Ne gjithashtu kemi bo kalerim që moti do thot, para si me hap kasollet e zonave, edhe ajo ka qenë domethënë një shtytje që shumë njerëz na kanë pyetur a mujna me ardh me kaleru. Edhe kështu edhe filloi e gjithë ideja, do thot në kasollën e ëndrave lindi ëndra për kasollet e zonave. Fillojmë këtu, vazhdojmë te restorani që është te pika 4, tu shkojna njerët te sheshi me gur, te restorani i vizitojna disa bujtina, kina me shku te kopshti i Kazhit, që është një mrekulli që nuk ekziston do thot në trojet tona, edhe do përfundojmë te kasolla e ëndrave. E mezi po presun me i pa gjitha rend. Ne i kemi gjithsej 22 kasole, i kemi 9 kasole të vogla për 2 persona, që kanë banjën, që kanë një kuriozitet, një gjë shumë interesante, flet në kasht. E kemi hulumtu edhe e kemi kuptu që kashta ka një efekt qetësues edhe i ndihmon gjumit, ajo era e kashtës, edhe flajten ato. Më pas i kemi 9 kasole të mesme, edhe ato i akomodojnë deri në 5 persona. I kemi 3 kasole pak më të mëdha që i akomodojnë deri në 7 persona, që e kanë saunën mrena, e kanë një hot tub jashtë. Hot tubi është i veçantë sepse nxehet uji me kaftor, do të punohet me dru aty. Edhe kemi kasollën e ëndrave që është ajo pjesa ajo më e madhja, të cilën ne e që është ndoshta edhe për grupe dhe më ndoshta shumë deri në 10 persona, mund me presu disa familje ose një familje më e madhe, mund ajo ka edhe pishinën e vet, edhe i ka një 2 hektar tokë, edhe një pelg. Është një shesh të cilin ne kemi bo për qëllime me zhvillu aktivitete kulturore, animacion për fëmijë, kemi pas koncerte dhe neja të ndryshme këtu, si që kena pas atë festivalin e Turshive. Domethënë, këtë ky shesh këtu është pikërisht vetëm për aktivitete kulturore. Fillojnë qëtu me alpaka, edhe lama që janë me prjarëve për Amerikës Latine, për Andeve, manë si kafshë shtëpiake atje. Janë familje kameleoide, do me thonë, me devën, edhe janë shumë kafshë bukra, edhe kurioze. Kemi dhi, kemi dele, bulic, lop, magar, dera, imu, edhe poni të vogël i kemi këtu. Unë që kam shumë kurioze me e pa bullicën. Bullicën e kemi aty. Nështë edhe për herë të pa njëtën teme. Po, se ma përpara në kanë shumë ma shpesh kemi ujtë me pa bullicën në Kosovë, po ta shumë pak. Edhe që ka disa ferma në Kosovë që majnë bullica. Tash se qumshti ty nevo shumë i shëndetshëm. Shumë serioze. Edhe djathi, po. Janë të pushu, kanë hongër tash mazdit edhe tash janë të pushu. Këto e kam prjarëve për Australisë, edhe manë si kafshë ferme jo për vo ose për mish. Për herë të parë, jo veç në Kosovë, po dhe në Ballkan është zorbing. Okej, që shkartë kjo ide? Po kena këshyrë qka mujna me bo në ambientet hapuna, që është si aktivitet interesant, edhe që është rekreativ, edhe erdhëm, do më thonë, një ide të zorbingut, e kemi pa që ka munges zorbingut, jo që ka munges, po s'ka heq. S'ka heq, Asë në Ballkan, do thot për herë të parë në Ballkan kena me pas zorbingu, dhe shtegun mundi me pa aty që veç kemi fillu, është në përfundim. Okej, në përfundim. Është në përfundim. Pra shumë shpejt, po besoj tash në pranverë. Në 21-in,
mars, ditën e pranverës, do me thonë, e kemi lancimin e zorbimut. Agrën të flasim pasi që jemi edhe të restoranti, tash, a mundesh më na tregu pak se çfarë ushqimi mund të gjejnë të gjithë ata që vinë dhe vizitojnë këtë fshat turistik? Po, gjithsesi, mas pari të gjithë përbërësit të na në meny jemi mundu sa ma shumë do të thotë më furnizu prej fermave lokale apo pak edhe në Kosovë, po sa ma shumë sa ma afër do të thotë. Menyja është prap njëjtë, është ndërthurja tradicionale me atë moderne, kemi misha të pjekur në mënyrë moderne, kemi pitën e kemi flijen. Na kena me provu që tash mishin e kingjit, që është një recetë e shtëpisë, është një recetë speciale, edhe shpresoj që do t'ju pëlqejë dhe do t'ju shijoni. Po besoj që po, pasi që i gjithë vendi më pëlqen shumë edhe shijoj kështu shumë edhe ambientin, po besoj që edhe ushqimi është fantastik. Po, a mundesh më na tregu pak se cila ndoshta është ai pjata që më shumë ti porositet kur të vinë këtu? Kemi shumë, jo është e vështirë, me të vërtet është e vështirë, e kemi këshyrë, e kemi bo një analizë pikrisht për me kuptu ato, se e dina paka shumë që thojnë kuzhinjerat, ma është e vështirë se ne kemi si qendër pjatën kryesore, kemi mishnat, po gjithë mishnat për ne me hecin shumë, e kemi pulën, e kemi biftekun, ramstekun, cila pjekën në skartë të stilit parrilla, stilit Argentinas, mase kemi brit edhe kingjin në furr, që pregaditën një mënyrë shumë speciale, dhe janë marinu me pak ma ndryshe se në vende tjera. E kemi supën që bëhet për domatet pjekuna në furr, që prapë është domethënë supa domateve, është diçka që boten, ama mënyra cilën na e bojmë është pak më ndryshe, që ajo është. Shikues të dashur, ndo që materialin e përgatitur për ju tek kasollet e zanave, e unë tashmë jam tek shtandi i ETC-s. E dua t'ju tregoj që në ETC mund t'i gjeni të gjitha produktet të cilat ju duan, por gjithashtu edhe në Pasion e Profesion të gjitha produktet blihen në ETC. Por kemi edhe diçka të re. Në fund të muajit do të jipen edhe shpërblime unike dhe atraktive për shikuesit besnik të Pasion e Profesion në partneritet me ETC-n. Krejt çka duhet të bëni është që të ndiqni rregullat në postimin e publikuar në faqen tonë zyrtare në Instagram Pasion e Profesion. Në këtë mënyrë, personat që tregohen më aktiv gjatë muajit do të përzgjidhen si fitues. Fituesi i muajit do të përfitojë një voucher me vlerë 100 euro për blerje në ETC. E mos harroj t'ju tregoj që të gjitha produktet mund t'i gjeni në ETC dhe me këtë voucher prej 100 euro mund të keni edhe produkte nga P&K, pra pastat nga P&K mund t'i keni në shportat e juaja. E pëndohemi për blokun e 2 të marketingut, qëndroni me ne, sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Rikëthujem nga bloku i 2 të marketingut në Pasion e Profesion. E Safeti, au pjek buka. E nxerri bukën dhe buka u pjek për 8 minuta. Premium Bakery, pjek e vetë veç për 8 minuta. Veç për 8 minuta. Vetëm 8 minuta. Shije shumë e lirë. E jo, me recetën ma tonë ka mu bua dhe ma e lirë. Me që përpres me provu. Po besoj që keni mu do shumë të noqëm. Safet, apo na tregon diçka rreth punës, si po shkon puna në restorant. E dim që e ke hap. Tash jena një biznes e ri, ja këna lënë emrin Chart House, mirë me kuzhinë ma shumë. Si ja keni lënë emrin? Chart House. Chart House, për shkak që sa ne të provojnë atë tresh këta. Chart, anglisht, rresht. Edhe na punojnë ma shumë me brumna. E që thojnë tullit bukës anglisht. Tullit bukës dhe thojnë Chart tulli, asë e s'më di asën që thonë. Asë bishte sa kicët nuk e di. Po ku e pas ke gjithë këtë emër? Po emri u konë shumë interesant. Kur ka lindë ideja me qelë biznesin, të e po na që shi marrojna produkte tona,
Edhe na I buna shumë treshkta. Shia që aty është mbrumi, edhe brumi është I re. Qysh me alun emrin një biznesit ri, me konë diçka pak ma ndryshe, se jo Pak ma pizza, unike, pizza, po. E pës një djallë të halës në Amerikë, thëmë, a ka emër reshkt, që që thëna na shqiptarë, reshk ma. Thot, është qartë. Thash, ko ka nice, se mundet me, dikoj që s'din me thonë qartë, mundet me thonë qartë. Qartë. Hajdin, pse mos me bu. Edhe u koni biznes që ka fillu, ideja u konë për një javë ditë, edhe lokali, edhe biznesi, edhe emri, edhe kreti mbu për një javë ditë. U konë një biznes pak dhe si I fështirë në fillim, po që ta është ja këna marrë pak dorën që shme thonë, jena në mujtë e partë bizneset, normalisht jena që ta është I këna bojë 3 mujtë, po jena të punu mirë. Jena me do produkte, bile sandviqat janë unik, se nuk janë me bukë normal, janë me bukë që I prodhojnë vetë. Buka hamburgerit prodhohet vetë, është NK se cila bërëm I bukës që na e prodhojnë. A ka ma mirë? A ka ma mirë, edhe ma sheshëm. Po, edhe nuk I lojmë anash as lojët e mishnave. Na funksionojnë edhe si taverë. Pizzeri edhe taverë. Kena atë lojët mishnave, janis kjo është tip, kave kreme nadëll, ramstek, këto mishtat normale që shkojnë në për taverë, na file, pule, e këto. Po, është një biznes që besoj që ka me bo shumë në tarmën, po jena konkurencë me një konkurencë në madhe tavernave që e këna kupi I tavernave. Kur po na pret neve gjithë si ekip? Gjithmonë dyrë që në tapë nga prej tonës deri qëtunën. Kemi me ardhë. Prej orës 10 mëngjes deri në ora 12 natës. Ekipa bënu gati se kemi me shku. Edhe me hungër mirë, tashte edhe me pi mirë. Po, me kararë, se thonë. Po, apë na të regën pak për fillimet e tua, si ka fillu gjithë shka për ty? Për mu, unë jam konë një gjallë I ri, një 17 vjetë, 15 vjetë, 16 vjetë nuk e mojnë men shumë mirë. Ja nisa me punu shkako që në vyke me punu. Edhe ja nisa me punu si shankes. Po mas një kohë, ja dhe qysh më doke që puna shankistës së kam pëlqen shumë. Qa me bo në vene kër s'kish punë rare që s'ka punë, shkojsh arresha në për kuzhina. Edhe e këshesha që po bënaj, që po bën këtë, që po bënaj. E kum pas një shak, isha të punu shankes, tha kuzhinjeri mungoj ka dit. Tha, më nëmë që më nësh me bo në e thash po. Pa e zishëm. Po, qa di me bo, thash, di me bo rez, di me bo risotto që thojna na, di me bo omleta, di me bo këto, di me bo sandviqa, tha, okej, ha, hete provojna. Edhe shkoj, ishin 2 zojna musafire, kishin porosit normal risotto. Edhe shkoj e përgatitur në bom, kur ja shërbej, thojnë ato, t'lutna mos e më në kuzhinë. Thash, pësa, bënë me ditë arsyen, tha, ke qitë shumë këtë. Tashtë, unë e kur e she, kur do me vjedhë për e dëtë, shumë keqë. Do me thonë, me do të më mlumë për toke. Po tashtë, kur të she kuzhinjerin, sa e kop lugën, s'po di që me thonë, e kop qështë të fop edhe e gjunë. A e din masën. A din unë që ato se kum ditë, në kum menu që e merë një lugë dhe qatë një lugë. A din që ato, së në sanatën e kum vjedhë, nuk kum kam su dikoj qasë. Edhe mas një kohë vendosa me hap një biznes temin parin që e kum pas. Ja nisa si kuzhinës ma ka dalë. Bësha vetëm po frita. Unë pas në qendër Prishtinës, pra pandemija u bo një farë seni shumë, po di që shme thona qiti për toke. Mas pandemisë filloj me punu në kafet Prishtinës. Edhe atë filloj me punu se shankes, apet njejtë, po ma bëna e shefi, sa fetë sa ti ke punu këtë në kuzhinë, thash po, tha, pëse s'po hen në kuzhinë. Apo e provan edhe njerë. I thash, mos me trej, thash që jam pak keqen në pozitën e shankistët, kisha hin kuzhinë. Thash po, unë e kom një të mirë. Unë s'kom qef me kon 2 kuzhinjera. Kom qef me kon veç vetë, edhe me kry punë veç vetë. Se s'kom presion të punës. Se me kon vetë I dyte, adin dëqysh... është ndryshe, po. M'hajke. Adin një të bënë e këto dhe të bënë e këto. Edhe fillova qështo. Tha, okej, ta po ta lujnë ndrimin e mas ditës, mas e veç vetë, tha e ki mas e. Koha ma e keqe. Kampionate Evropian. Na e lëqeshim edhe futbolën atë. Kur veshin grupet të mdhaja, e njerëz, do me këshyrë për shembull. Qështë e ki menagju qatë pjesë? Do me thënë, kur e këmë thonë vetës bravo të kovë, mos me të rajtë, u koni loj Portugalia me Italinë, mos gabovë që diçka qështo, ka pas për 2 parve. Po Italianë erdhe me hongër pasta. Unë para disa vjetë këmë punu me një vend me pasta, po shumë shkurt, se ata e më qelin biznesin, po qa bu në one e vjedha receptin, pak aty.
se më thonë ku një 8 lujet pas, apo në kisha një reshef 4. A den edhe tash tu gutë, thësha s'ka me mdoll mire, a den një shumë ke. Kër mu kanë këthy pjatat e pasër ta që shme thonë, që atër jom një njeri ma i lumë të në bunë. E këti që ja ke arritë e kum arritë se zakonisht bile italian nuk besoj që e hojnë është që su pëlqen. E që ato e kum pa që muj ja dal bëj edhe krejt që shtu tu vjetë. Edhe tu vjetë, po. E kum qelë, tu vjetë. Tash edhe vetëm për vjetë ka njerë po menoj ideja treja, hajden edhe për thëmë bëne që të. Hajden, jo mos e bëtë që të bëne që të. Besoj që je edhe kreativ, për dhe sa ke ditë edhe... Në shumicën e kohës, bujnë asene jashtë menys, hajden nëse vjen për shambull një klient edhe thot, hajden qysh që to senet e menys nga u kam bu bajat, a bën me ndru pakës me bu një diçka tjetër, po e bujnë edhe atë senet. Po nuk e kena në meny shkaqe që menyja shumë e madhe, nuk ka lezet. Ma mirë, produkte që i bën qato, i bën qishme. Se me mush atë menynë edhe mas na shumica sen edhe kuzhina është shtrejt në anën tjetër. E bleni diçka, prishet në diçka me gjujt, kështu që ma mirë sa ma pak produkte, ma qishme. Ma qishme. Po. Luan, si po të shkon more, Luan? Shumë mirë. A je lodh? Jo, në si. Po më duket që po e shon një supë. Po, që supën e Podravkës ma silë, që ta me gjë, qatë. Që ta, okej. Sot do kemi supë nga Podravka, supën e gjelit. Të gjitha i përdorin prej Podravkës, krypën, biberin, oreganon. E, unë t'ju të regoj edhe diçka. T'ju të regoj për vegetën, t'ju të regoj për paketimin e ri të vegetës nga Podravka. Kjo është paketimi i vjetër, kjo është paketimi i ri. Por është e njëjta vegetë. Po ju të regoj unë këtë, sepse kjo është më rëndësishme dhe t'ju të regoj që shia është e njëjta. Nëse shkoni e bleni në market, atëherë kërkojni këtë paketim dhe merreni, sepse kjo është vegeta shia në tryezën tuaj. Unë tash po më duket që është koha me i ftu edhe mysafirët në studio. Pasi që po e shoh se jeni si gati kështu me përgatitjet apo jo. A jom e lirë Luan me i ftu? Po, lirisht. Muj mi u shërby supat me njëherë. Po, në rregull. Në këtë pjesë të emisionit, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që prek drejt për drejt mirëqenjen e qytetarëve. Në studio do të kemi mysafir nga Qendra për Punë Sociale në Gjakov, të cilat do të na tregojnë më shumë për shërbimet sociale, sfidat me të cilat përballen familjet në nevojë dhe mënyrat se si institucionet dhe komuniteti mund të bashkëpunojnë për të ndihmuar ata persona. I ftoj këtu zonjat e dashura nga Gjakova në studio, mund të vini. Mirë se na erdhët, mundeni me ul në tryezën tonë të bukur. E nuk e pata gabim që thash më herët zonjat e bukura do i kemi këto mysafir. Mirë se na erdhët, është kënaqësi e madhe t'ju kem këtu dhe bisedojmë për diçka më ndryshe. Mos harroj t'ju tregoj që kjo tryezë që jemi këtu po duket edhe më e bukur, edhe më e plot, sepse kanë dekoruar Flower Dice. Pra, Flower Dice është një kompani e dekoreve të cilë mund të gjeni në rrjetet tuaja sociale dhe mund të porositni dekore të ndryshme për të gjitha eventet e juaja, por gjithashtu edhe lule shumë të bukura. E këtu bashkë me mua, si që thashë edhe më herët, nuk po ju them më shumë zoja të bukura, sepse veç po e teproj, është kënaqësi e madhe që ju kemi këtu, mirë se na erdhët. Mirë se ju gjetëm. Flasim pak për punën tuaj. Është një punë emocionale, është një punë me shumë sfida, një punë shumë e rëndësishme për gjithë ne. Po, a mund të na tregoni se cili këtu bashkë me mua është edhe Jezofina Osmani, që është edhe drejtorish e Qendrës së Punëve Sociale në Gjakov, dhe do na tregoj më shumë rreth rolit të secilës prej zonjave këtu që janë bashkuar me ne. Po ndoshta më na fillu me na tregoj se cili është roli kryesor i Qendrës për Punë Sociale në komunitetin e Gjakovës. Qendra për Punë Sociale është institucion publik profesional në nivelin komunal në shërbim të gjithë qytetarëve në nevojë. Kur flasim për Qendrën për Punë Sociale, edhe flasim për qytetarët në nevojë, dua të theksoj se ne merremi me shumë kategori
dhe me shumë shërbime që i ofrojmë qytetarëve, duke filluar që nga lindja e fëmijët dhe deri të personat e moshuar të cilët janë pa përkujdesje familjare, ku të gjithë që kanë nevojë sociale paraqiten në qendër për punë sociale. Kur flasim për qendrën për punë sociale, dua të ju sqaroj se qendra për punë sociale i ka 3 njësi. E ka shërbimin e asistencës sociale, shërbimin administrativo-financiar dhe shërbimin social. Kur flasim për shërbimin social, këtu prezent me mua janë edhe bashkëpunëtorët e mia, të cilat përbëjnë organin e kujdestarisë, do me thonë organi kujdestarisë është një ekip multidisciplinare e cila përbëhet nga juristi, psikologi, sociologi dhe punëtori social. Mirëpo dua të theksoj se bashkë punëtoria jonë është edhe zonja Iqbal Kursani, e cila është zyrtare asistencës sociale. Tash e dim se asistenca sociale është në kuadër të qendrës për punë sociale dhe njerëz ka shumë në nevojë të cilët paraqiten tek qendra jonë. Po cilat janë ato kategoritë e qytetarëve që punojnë më shpesh? Kategoritë e qytetarëve që punojnë më shpesh, përveç asistencës sociale që paraqiten, shërbimi social është më tepër i ngarkuar, ku prej braktisjes së fëmijët ne merremi me shumë kategori. Braktisjen e fëmijët që janë pa përkujdesje prindërore, neglizhuar, keq trajtuar apo të lënë pas dore. Mirëpo, nuk duhet të anashkalojmë edhe sanimin e marrëdhënieve bashkëtorë, dhuna në familje, kemi kujdestarit për fëmijë, kujdestarit për të rritur, kemi shumë kategori të cilat i trajton qendra për punë sociale. Po si funksionon procesi kur një qytetar kërkon ndihmë nga qendra për punë sociale? Mbarësisht prej kërkesës së qytetarit. Nëse ka nevojë për asistencë sociale, paraqiten qendra për punë sociale dhe shërbimi i asistencës sociale, i cili janë bashkëpunëtorë të cilët kolegët ja japin udhëzimet dhe e orientojnë në përgatitjen e dokumentacionit. Pas përgatitjes së dokumentacionit, ata procesojnë lëndën, edhe lënda e cila i ka plotësuar kriteret, vetëm dorëzohet në qendër për punë sociale, caktohet zyrtari i cili është përgjegjës dhe ekipa e asistencës sociale del në terren e bën vlerësimin e rrethonave dhe nevojave dhe pastaj nëse i plotëson kriteret edhe në bazë vizitës në terren, atëherë hyn në databazën dhe në skemën e asistencës sociale. Përndryshe të shërbimi social pak ndryshon. Mbarësisht për kërkesës, na kemi kërkesa të ndryshme, mundet pala marrë me paraqit vetë, ka probleme familjare, ka rrethona të ndryshme, paraqitet rasti, apo mbarësisht për policisë, apo prokuria, gjykata, kushdo që të na thirr neve, ne jemi të gatshëm të përgjigjem edhe me njëherë e protokollojmë lëndën, caktohet menaxheri i rastit, i cili bashkërisht nëse është rasti dhunës familje, bashkë me viktimen, përgatitin edhe planin individual, bëjnë vlerësimin e nevojave emergjente dhe kështu deri në trajtimin më të mirë të mundshëm merret me rastin. Pra, ju jeni ato që merreni me këto raste dhe a më ju shpit këtu si superheroinat, superherojnë të qytetarëve që janë në nevojë. Po, a ka raste të dhunës në familje që trajtohen nga qendra dhe si veprohet në këto situata? Kur flasim për rastet e dhunës në familje, qendra për punë sociale ka organin e kujdestaris, i cili 24 orë për 7 ditë e javës është në dispozicionin e gjithë qytetarëve në nevojë. Edhe me njëherë si të paraqitet rasti dhunës në familje, Policia e Kosovës telefonon zyrtarin e shërbimeve sociale, i cili fillimisht është prezent aty gjatë intervenimit të parë në stacionin policor. Mbarësisht viktima ka fëmijë apo s'ka fëmijë, ne jemi prezent aty dhe me njëherë shqetësojmë nevojat emergjente, nëse ka nevojë për mjek, dërgojmë te mjeku, pastaj i shqetësojmë nevojat tjera, ushqim, strehim dhe gjitha këto. Fatbarësisht në komunën e Gjakovës e kemi shtëpinë e sigurt, e cila nëse viktima dhunës familje nuk e ka mbështetjen të kthehet tek
familja e saj biologjike, atëherë ne detyrohemi bashkarisht me ta edhe pyesim edhe dërgojmë në shtëpinë e sigurt ku aty mundet të vendoset viktima dhe pastaj në qendër për punë sociale caktohet menaxheri i rastit i cili bashkarisht me zyrtarin e strimores bajnë dhe planin e veprimit edhe me viktimen edhe punojnë deri në rehabilitim dhe në reintegrim të viktimes. Pra ju do të thotë keni punë edhe jashtë zyreve tuaja, keni punë edhe në teren, po besoj që keni edhe në vendet tjera punë, apo jo? Po, zyrtarët e shërbimeve sociale pothuja se shumë pak rrinë në zyre, punën më të madhe e kanë në teren, ne përfaqësojmë të miturit në gjykat, në prokuri, në polici, gjithashtu edhe gjatë zhvillimit të procedurave të sanimit të marrëdhënieve bashkëshortore edhe mendimit për besimin e fëmijëve, ne prapë jemi të detyruar përveç që dërgojmë raportin në gjykat edhe të jemi prezent për të dhënë mendimin përfundimtar rreth vlerësimit dhe situatës së rastit. Po besoj që jeni të uritura, apo jo? E gjitha e rrugë prej Gjakovës, normalisht që... Po vjeni erë mirë. Aty keni me provu edhe me shiju vetë edhe me jep komentën në fund. Po besoj që Luani dhe Safeti janë gati, apo jo? Edhe pak. Luana, ki nevoj për ndim? Jo, faleminderit. Deshta me ndërhy pak në bisedë me këto zojat. Po lirisht. Një prej punëve që kam kry në ambasadë, sa kam punu, ka qenë financimi, kam administru programin e granteve për organizatat jo qeveritare, e përfituset një ndërmat mëdhajat kanë qenë shoqatat e grave nga Gjakova. Ma trego pak se si bashkëpunoni me institucionet e tjera, si policia, shkollat edhe komuna? Bashkëpunimi, qendra për punë sociale, bashkëpunimin e ka shumë të mirë, duke filluar prej policisë, prokurisë, gjykatës, drejtorisë së shëndetësisë, drejtorisë së arsimit edhe me në fund edhe me shkolla. Me të gjitha shkollat në komunën e Gjakovës kemi një bashkëpunim tepër të mirë, të cilët i referojnë rastin në qendër për punë sociale dhe qendra për punë sociale gjithashtu mban edhe sesione këshilluese dhe sensibilizuese rreth rasteve të cilat i trajtojmë dhe këshillimin me fëmijët nëpër shkolla. Domethënë edhe i njoftojmë me veprimet, me shërbimet të cilat qendra për punë sociale i kryjnë. Po cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet qendra për punë sociale në përditshmëri? Sfidat më të mëdha që ne përballemi, kemi sfida të shumta. Po du me i theksu disa, për shembull rastet të dhunës, është shumë në rritje numri. Me vitin e kaluar dhe me vitet paraprake kemi pas raste më pak, mirë po tash vitin e fundit kanë qenë rastet shumë në rritje, edhe sidomos sanimi i raporteve bashkëshortore edhe ajo është tepër në rritje, fëmijët me sjellje sociale, fëmijët në konflikt me ligjin dhe delikuent. Kemi rritje të rasteve. Po pse mendojnë që ekziston kjo rritje dhe a mendojnë që tashmë gratë sidomos janë vedisu dhe po paraqesin më shumë raste sepse ka qenë një kohë që ndoshta edhe janë mundu me i mshef këto? Po, Ariana, përpara ka qenë pak stigma, nuk i kanë raportuar rastet e dhunës edhe tashti me këto janë vedisu edhe me fushata sensibilizuese. Besoj që tash me din edhe ku mund të gjejnë mbështetje dhe prandaj edhe flasin. Patjetër, e din ku me trokit, kështu që ajo është arsyeja. Po çfarë mbështetje i ofrohet fëmijëve pa përkujdesje prindërore? Kur flasim për fëmijë pa përkujdesje prindërore, fatbarësisht komuna e Gjakovës i ka familje strehuse, edhe ndër komunat e para e kemi të zhvilluar strehimin familjar. Dhe kur fëmijët e punëtorët sociale kanë qa drejt që ligji na mundson edhe na lejon se nëse e shohim një fëmijë që është i neglizhuar, i keq trajtuar apo i lënë pasdore, e kena atë mundësi që na mujmë me tërheq atë fëmijë nga ajo familje dhe me vendos. Në radhë të parë kem format e mbrojtjes, e kem strehimin familjar, e kem strehimin brenda familjes biologjike, kujdestarin dhe forma e mbrojtjes, ma e fundit është edhe adoptimi.
Po si mund të informohen të gjithë qytetarët për shërbimet të cilat i ofron edhe qendra e punëve sociale? Ndoshta më ju tregu edhe tash në emisionin Pasion e Profesion nëse dikush prej shikuesve edhe nuk din se si të informohet për këto shërbime. Qendra për punë sociale i njofton qytetarët përmes medjave lokale. Kemi qenë edhe disa pjesë edhe televizioneve të ndryshme, mirë po ne mojmë edhe sesione informuese rreth qendrës për punë sociale, shërbimeve, pothuajse në të gjitha shkollat, edhe organizata të ndryshme, në takime të ndryshme, trojza të rrumbullakta, ku kanë qenë të përfshirë shumica e akterve dhe organizatave dhe aty zyrtarët e shërbimeve sociale e bojnë prezantimin edhe punën e qendrës për punë sociale. Edhe një pyetje për fund të kësaj interviste. Cili është vizioni juaj për zhvillimin e shërbimeve sociale në Gjakovë në të ardhmen? Vizioni jonë për zhvillimin e shërbimeve sociale është forcimi ndërinstitucional dhe bashkëpunimi me institucionet, si dhe ngritja e kapaciteteve të stafit dhe të stafit të ri. Stafi aktual dhe stafit të ri. Faleminderit shumë për këtë intervistë, faleminderit shumë zonja të dashura që ishit këtu pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Ishte vërtet kënaqësi që të flasim për një bisedë ndoshta krejt më ndryshe, sepse nuk kemi zhvilluar kësaj lloji biseda në Pasion e Profesion më herët. Është shumë kënaqësi e mua dhe që ju kam pas këtu dhe faleminderit edhe një herë për këtë bisedë. Faleminderit për ftesën. Kisha dashur të falenderoj bashkëpunëtorët që janë këtu prezent, Iqbal Kursanin, Anila Demaj, Djelza Spahia dhe Arita Shlaku Dervishi. Gjithashtu kisha dashur të përshëndes të gjithë stafin e qendrës për punë sociale për një punë që e kryjnë të palodhshme dhe janë në dispozicion 24 orë në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve që janë në nevojë sociale. Edhe ne pra i përshëndesim dhe i falenderojmë shumë të gjithë ata që janë të gatshëm që çdo herë të gjithë atyre personave që janë në nevojë t'ju ndihmojnë, pra të gjithë stafin e qendrës së punëve sociale në Gjakovë dhe juve që ju kam këto gjithashtu. Dhe tash është koha edhe për supë. Aty keni tulviqit, kungullesha, patlıgjana zi, karota, qep të reja edhe badem të fërguar. Edhe sos limoni është krejt. Ju bëf mirë. Faleminderit, Nasi, në pamje po duken tepër të E mira. mbushur me kashkavall, patate të fërguara, sallat, anas dhe topta buket premiumit. Ju bëf mirë. Faleminderit. Ushqimi po duket ende më i shishëm në pjatat e Karagja. Pra në Karagja mund të gjeni të gjitha ato që ju duhen për kuzhinën e juaj, të gjitha elementet në kuzhinën tuaj mund t'i gjeni në Karagja, por gjithashtu edhe pjatat të bukura, sjetet të bukura të pjatave si këto që i kemi tashmë në këtë tryezë. E unë po i falenderoj shumë edhe Luanin dhe Safetin. Luan, faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe që të kemi këtu. Kënaqësi gjithashtu. M'vjen mirë që na ki servu me këto pjata fantastike. Kënaqësi është jemi, shpresoj t'ju ka të pëlqyer, ju bëfshin mirë. Faleminderit shumë. Gjithashtu, të falenderoj shumë edhe ty, Safet. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Pasion e Profesion. Inshallah e shijoni pjatën tonë. Ju më presim. Ishin shumë të shishme të dy pjatat, fantastike. Miq të dashur, kjo ishte e tëra për këtë edicion të emisionit Pasion e Profesion. Faleminderit që na ndoqët dhe që jeni pjesë e këtyre historive që na inspirojnë çdo javë. Mos harroni, pasioni është forca që i jep kuptim çdo profesioni. Shihemi të dielën e ardhshme, mirupafshim.
Ky emision mundësohet nga Podravka.